Mungesa e një tregu të mirëfillt për shitjen e prodhimeve bujqësore ka bërë që fermerët korçar të gjejnë mënyra të tjera për të siguruar të ardhurat për familjet e tyre. Në 5 vitet e fundit, fermerët kanë filluar kultivimin e një bime mjekësore i quajtur lule Ciani, e cila ka zëvendësuar në sasi të mëdha produktet bujqësore, pasi është më e lehtë për të kultivuar dhe më e lehtë për të shitur. Fermerët thonë se në shumë raste janë detyruar që prodhimet bujqësore t'i hedhin për shkak të mungesës së tregut, ndërsa një gjë e tillë nuk ndodh me këtë bimë. Po merremi tash me këtë punë me lulet se vjet mbollëm hudhra, 2 lymë dhe jodhëm të gjitha në kanal. Odhëm 10-12 kumtale jodhëm. Po duke mos patur të ardhurat të tjera, se s'kemi as fëmijë në punë, as burr, as vetëm me këtë punë merremi. Ne kemi mbjell 600 metra. Po themi të marrim 1 milion, po a do ta marrim ajo? Qef kemi. Do vazhdojmë vit për vit të mbjellim. Se s'kemi nga të nxjerrim tjetër. Për treg nuk është e vështirë, po që çmimin e kemi shumë të ulët. Megjithse është një proces me të cilën merren kryesisht femrat, duket se edhe meshkujt janë integruar në këtë lloj pune, pasi emigracioni për ta pothuajse ka marrë fund. Po ne kemi rreth 4-5 vjet që merremi me këtë punë. Duke mos pasur puna të tjera, mundohemi si gjithë fshatarët që të marrim një të ardhur. Kjo është lule Ciani, nuk është e mjaftueshme vetëm me këtë kulturë. Ne merremi edhe me kultura të tjera, si me grurin, patatja, qepa. Mundohemi, me që edhe për gratën nuk ka punë. Kultivimi i kësaj bime është shtuar vit pas viti dhe tashmë pothuajse në të gjithë rajonin janë me qindra familje që merren me këtë punë, e cila duket se siguron vërtet të ardhurat të kënaqshme për ta. Kultivimi i kësaj bime mjekësore po përhapet dhe po zë një peshë mjaft të rëndësishme në prodhimet e fermerëve korçar.